Sepse s'pata mund si ta bisedoj. Mirë. Mendimi im është ky. Ne nuk kemi nevojë për krah pune, po për tokë. Kurse ju e dini se ai nuk ka tokë. Ty t'ja themi troq. Nuk pranohet e mbaroj. Një gjë nuk kuptoj shok. Tana do të martohet me Stefanin dhe do të jetojnë këtu së bashku në fshatin tonë. Njeri është antar kooperativ. Tjetri nuk është. Si t'ja dhe me emrin kësaj? S'ja ka faj njëri tanë sos Skënder. Vete bëri, vetë le ta psoj. Dhe këte e bëni për të mirën e kooperative? S'do me nda jo. Mua tanës më ka vrar njëri që ta kemi natë. Ki një lefter. Vesh të tur për të. E ke i natë tanën sepse e ke kërkuar për grua dhe jo s'ka dash. Nuk të kanë zgjedhur në kryesi që të bashinatë. Po që të drejton? Jo, s'është e vërtet. Unë s'jam nga ta që kujton ti. Mirë, mos nxerr. Fol me ngadalë se këtu mi pak dhe të gjojmë. Po hëmo, dhe flitë dhe ju të tjerët. Hej, lipe. Jemi lodhur, mare vëlla, shumë pas gjatë me ne që keret në këtu. Hajde të marrë. Na ndize këte se është i hazer që. Ky i shkeret të ndjerë gjumi. Unë nuk vendas do të mërë. Kjo është punë ngatruar. Nuk është ngatruar hiç. Se me dhe po, se me dhe jo. Apështena. Jo vetëm ai që nuk duhet pranuar, por dhe tana duhet përjashtuar. Si ore kërkon ta përjashtos? Ta përjashtojmë po si. Bajhalli sikur gjitha vajzat tona ta sjellë vendorët këtu. Na e varfëron kooperativën një njeri shopoligor. Po kështu thua ti. Po kur ndahen ditët e punës dhe njerëzit marrin pak, kopaqet ja unë atëherë. Po, unë s'jam dakord që të përjashtohet tana. Ajo është punëtore shumë e madhe. Apo jo më shok. Po ato duhet me njëri tjetrin më lefter. Le ta lërë mëj. Le të martohet në fshat, po dëshet që ndrojnë në kooperativë. Unë gulkem se nuk kemi të drejtë të marrim vendim një çështje që përket asamblesë. Mirë. Kush është dakord me mua? Vetëm për mos pranimin e Stefanit. Edhe unë. Unë e kështenoj. Unë jam kundra. Xhamali 1, Lefteri 2 dhe unë 3. Lipja po abstenoj, 2 janë kundër. Vendimi u muar. Stefani nuk pranoi. Ky është vendimi pa drejtë. Po vendimi u muar një herë tash ti. Natën e mirë befshi. Hajde Xhamali se kemi unë bashkë. Natën e mirë. Natën e mirë, vëlla, natën e mirë. Natën e mirë. Po nuk po vepron drejt. Ashtu të duket ty. Jo. Por kësaj radhe ti e ke skelur dhe je bërë më keq se ata fanatik të këqij. Kështu na mëson partia të cilemi me njerëz. Ne së bashku kemi luftuar, së bashku po luftojmë vetë. Pse të zembrojmë kur kritikojmë njëri tjetrin? Apo je prekur në sendrën e kryetarit. Shumë keq, ne s'kemi interesat kundër. Natën e mirë. Mos ja dorëzo vendimin tanë. Do ta shqyrtojmë në mbledhjen e organizatës dhe në asamble. Natën e mirë. Natën e mirë. Ja flishytu mos e bëjmë si ajo lopa që mbush gobellën me qumësh dhe pastaj dert me shkelm, ha? Marika, qëndro atje në peshorja dhe kur peshohet një hektar vish më lemros. E po gëzuar. Hengshim sheqera panxhaj. Me gëzuar po të duke sot. E pse të mos je me gëzuar? 85. Ja dhe e panxari fundit i hektarit. 74. Ti pe? Sa? Ja shikoj, 74. Hajde e peshuar mirë. Mos kimera, mos kimera. 74. Esa. Prisni. $735.
735! Ura! 735! Sa? 735! Benvenuti, Marita! Benvenuti! Hajde më mori ta mbushim aqi. E po shkoj më shoh. Hajde, shkojmë shoh! Gati shoke. Si ka falë kryetari?Are sa pe pangjin, vendosim ne dhe jo kryesia. Do e mos kisi bëjë ndryshe, do t'ja hamdas në pjovovari. Duhet mbajtur vendosim ne dhe jo kryesia. Që ta shikojmë edhe këtë punë. Likori ka fajt, por më të mëdhatë i ka hy Lefteri. Është një hajë që... Në të në mirë. Ta thash që në shtëpi nuk duhet të sillesh e kështu me tanën. Si s'tan dhe keq? Prindrit ju vra në luftë, një gjysh që kishi vdiq, kurse ti... Oligor, si u bë kjo punë kështu? S'ke që bën? Asambleja pranoi Stefani. Do me thënë të kryesisë e patëm David. Hajde që bën. Dhe shtroju punës se ke filluar të dalësh nga binardë. Që punë ka ti të rish me Tiri Dembelin? Përse të rish të pish me të, apo do të bëj si ai? Betanës kërkoj falje. E lire dhe hatë. Merja bare. Se shkujtove ti, po ta përkdhel akoma? Qëto duhet t'i kishe folur që në fillim. Ajo është bërë qyrë me grua dhe se ka veshur njëri. Po unë e pranova gati. Dhe ajo ti që e djeve të dhime. Natën e mirë! Mos ki frikë, s'të bëj gjë. Ana, Mlerë Lefter. po prit. Më turprove në sytë e botës tani, por unë të dua. Të dua shumë. Atë kujtohet kur ishim në një shtëpi. Sa të gëzuar ishim a ere. Unë të menja në duar e të qeshnje, tërë ditën qeshnje. Ti më do një a ere ta. Unë isha pa prindër, pa vëllezër. Ti u fundesove për mua si askush tjetër. Dhe unë të desha shumë.